Përshëndetje, jemi këtu me parashikimin javor nga data 15 deri më datën 21 qershor të 2026. Duke se ka të bëjnë shumë me ndryshimet dhe vendimet të rëndësishme që mund të marrim nga çështjet financiare ekonomike, ndikimet dhe favorizimet dhe mundësitë të arta që mund të vinë. Është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që do zgjidhim mes problematikave dhe asaj çfarë neve duam, por edhe ndikimeve të tjera që ka të bëjnë në lidhje me karrierën, në lidhje me çështjet e punës dhe të stabilizimit. Është një moment mjaft i mirë sepse stabilizon çështjet financiare, stabilizon biznesin nga njëra anë, por megjithatë sepse ka të bëjnë edhe me një farë mënyre anën pozicionimit të planeteve dhe kohës së duhur mbi ndryshimet që neve kemi. Ndryshimet që do të kemi në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me lëvizjet nga një qytet në qytet tjetër, nga një shtet në shtet tjetër, mundësia e dokumentacionit, po është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë që vërtet ndryshon dhe dikton shumë gjëra në fushën e karrierës sonë, por njëkohësisht edhe një mundësi shumë e mirë mbi ndryshimet që do të kemi. Le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave që ndikohemi dhe e fillojmë javën me pluse dhe jo minuse. Është diçka shumë pozitive sepse kemi datën 15, data 15 qershor, ku kemi një hënë të re që formohet në shenjën e binjakëve. Pra në shenjën e binjakëve që na jep shumë ndryshime dhe ndikime mbi atë që neve duam të bëjnë dhe gjërat jo vetëm të bëjmë në lidhje me ekonominë ose disa gjëra të reja, por do të kemi mundësinë që neve të nisim një rrugtim të ri drejt punës sonë, drejt asaj që kemi ëndërruar dhe kjo një ëndër bëhet realitet dhe është pikërisht ky moment. Duke se gjithashtu kjo do ka të bëjnë shumë me përditshmërinë tonë, lidhje me takime do të jemi të gatshëm të flasim, të shprehim mendimet tona dhe të udhëtojmë të bëjmë fillime të reja. Hëna e re në shenjën e binjakëve mund të na ofrojë shumë gjëra dhe të përshtatshemi lehet mbi ndryshimet. Ndikojnë shumë shenjat e ndryshueshme që kanë një ndikim shumë të madh mbi atë çka është, mbi atë çka ndikohen, sepse duke pasur parasysh shenjat shumë ndikuese, siç janë binjakët, virgjëresha, shigjetari, peshqit, ku janë ndikimet mjaft të mira dhe fillim të ligjit të tretë, ku çdo gjë ndryshon, çdo gjë arrihet fal suksesit edhe punës, sepse ne jemi në një farë mënyre në kohën tonë. Jemi në ato çka bëjmë dhe punës, karrierës, mundësive që neve na jepen dhe është një kohë shumë e përshtatshme. Pikërisht kjo ditë duket se na udhëzon, na frymëzon për nisma të reja. Është një diçka shumë e rëndësishme mbi punën tonë, mbi ndryshimin tonë dhe jo vetëm sepse ndikojnë shumë, jo vetëm shenjat këto shenjat janë shenjat e ndryshueshme, por edhe shenjat e ujit që kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me ndikime të mëdha dhe favorizimet, sidomos të shenjës së akrepit, ku një punë e mirë, një nismë të re që ata e kanë mundësinë për ta realizuar dhe koha është pikërisht tani. Kemi datën 16, data 16 qershor. Afrodita formon një gjashtkëndësh me Uranin, që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, një frymëzim shumë i mirë dhe jo vetëm kaq, po të lëmë pas të shkuarën dhe të përqafojmë të ardhmen. Është diçka shumë e madhe për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket anës financiare, sepse ka të bëjë shumë me anën ekonomike, ka të bëjë shumë me disa takime që mund të sjellë dhe disa njohje në lidhje me kontrata të rëndësishme, në lidhje me punën, por dhe një diçka shumë e rëndësishme që ndodh pikërisht tani, ku është një moment mjaft i mirë sepse stabilizimi dhe ndryshimi i madh që vjen drejt jush është si kohë dhe si periudhë mjaft ndikuese. Kjo ndodh sepse shenjat që kanë të bëjnë të shenjës së dashit, për shembull Luani, shigjetari, binjakët, peshori dhe ujori, ato që kanë idur në diçën e parë ose diçën e tretë, kanë një mundësi plus për të bërë zgjidhjen e duhur në anën e financave dhe në bizneset të rëndësishme. Në bizneset të rëndësishme edhe pse ka pasur disa probleme ose disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, por vjen një moment tani, vjen një moment që vërtet juve jeni në kohën tuaj më të mirë të mundshme dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon që juve të shikoni përpara, të ecni përpara mbi atë çka juve keni dhe doni të realizoni, sepse stabilizoni ekonominë, stabilizoni punën tuaj dhe karrierën. Ajo çka do duket në fund, dritë në fund të tunelit ka të bëjnë me një dokumentacion. E prisni me padurim dhe këtë do ta merrni sepse është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm nëse do ta flasim kështu, ka të bëjnë me anën e pozicionimit të planeteve dhe të mundësive që do të keni tani atutje. Mos e lini pas dore, bini pas, do të kujtoni, ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Edhe pse me disa ndryshime shumë të mëdha që keni pasur gjatë shkuarës, por tani është koha
për të bërë ëndrrën realitet. Dhe kjo është një nga momentet më të arta që keni tani e tutje. Kemi dhe një ndikim shumë të mirë, sidomos datën 18, ku Afërdita formon një kënd mjaft të rëndësishëm dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjë shumë me çështjet e punës, ka të bëjë shumë me çështjet ekonomike financiare, ka të bëjë shumë me disa ndryshime shumë të mëdha në fushën e biznesit, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një ndikim shumë të madh, sepse shenjat që kanë pasur probleme në të shkuarën në lidhje me financa, siç është Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, të ditëshit parë, këto të kanë bëjnë tani mund të zgjidhin një problem shumë të madh, sepse nga ky problemi që kanë pasur më përpara, dhe kanë qenë disa ndryshime në këtë aspekt, por megjithatë kjo periudhë tregon që keni mundësinë në lidhje me ndryshimin, keni në lidhje me ndikimin e madh të ekonomisë, të stabilizimit dhe të gjërave të mëdha. Por mos harrojmë, sepse ndikimi më i madh është ajo që keni pasur shumë probleme në fushën e karrierës, shumë probleme të pazgjidhshme në fushën e punës suaj dhe në fushën e karrierës. Kemi datën 21. Data 21 kemi solsticin e verës, dita më e gjatë e vitit, ndërsa dielli kalon në shenjën e kaforës dhe në thelb fillon vera. Kjo do thotë mundësia, kjo do thotë një rëndësi e veçantë në këtë aspekt ku do të kemi mundësinë të zgjidhim gjëra, do të kemi mundësinë që çdo gjë të arrihet. Arrihet në fundit juve i keni mundësitë, sepse një nga mundësitë më të arta lidhet ekonomia, lidhet stabilizimi, lidhet edhe ndryshimi, por nëse do të flasim se sa janë të lidhura ndikimet ose pozicionimi i planetave, në një farë mënyrë juve jeni mjaft të ndikuar në këtë aspekt, por meqense tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por ka vend për të ndryshuar disa gjëra që juve keni në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, dhe kjo është një nga favorizimet ose nga mundësitë më të mëdha që do të keni tani tutje, dhe kjo do thotë një ndryshim mjaft i madh që vjen drejt jush. Dhe kjo do thot edhe kohën dhe momentin që juve keni, duke pasur parasysh në ndryshimet nga më të mëdha që do të vinë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vinë, sepse këto janë ndryshime mjaft pozitive, sepse ka të bëjnë edhe me takimet e punës, ka të bëjnë edhe me ndryshimet e mëdha, sepse ndikimet tranzite planetare që kanë të bëjnë, kemi ndikimin e madh, për shembull, ndjes siç kemi hanën e re, që do thotë fillime kryesore gjëra të ndryshime në komunikime dhe jo vetëm. Kemi datën 21, kemi që dielli futet në shenjën e kaforës, ku fokusohet familja, siguria, emocioni dhe jo vetëm, por gjithashtu ndikimet që janë mjaft të mira dhe pozitive, sepse ka dhe ndryshime të tjera në lidhje me takime pune, në lidhje me çështjet madhore, po si ditë ose si periudhë, do thosha unë, kanë të bëjnë. Për shembull, kemi të bëjmë në periudhat kush janë më tepër këtë javë produktive, domethënë që kanë bëjnë shumë, përveç shenjave që kanë ndikime edhe shumë e përgjithshmja për sa i përket kësaj jave. Kemi datën 15, është një ditë shumë e mirë sepse niset me takime dhe pune. Kemi datën 16, që do thotë ditë e mirë për të programuar qëllimet tona në punë, në çështjet madhore që mund kemi. Datën 17, shumë e favorshme, një ditë për udhëtime, takime biznesi, nisje planeve që kërkojnë dhe ndryshime në lidhje me kontrata të rëndësishme, do thot afatgjat, dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Kemi datën 19. Data 19 një ditë e shkëlqyer për sa përket bashkëpunime dhe disa çështje lidhje me karrierën, me çështjet e punës. Datën 20, një ditë që do të thotë në fushën astrologjike rekomandohet të shmangni shpenzimet e tepërta, nëse kemi një mundësi të tillë, mund ta realizojmë dhe është edhe një kohë dhe shumë pozitive. Kemi datën 21, shumë e favorshme sepse hëna futet në çerekun e parë të ndikimit të madh të kaforës, dhe kjo do thotë dielli në këtë drejtim u jep mundësi dhe kohë në ndryshime të mëdha që do të vinë. Dhe kjo do thotë mundësi edhe dita, pse kemi solsticin veror, që dita më e gjatë e vitit dhe dita ideale për të ndërmarrë veprime të guximshme dhe për të zgjidhur problemet e vjetra në nisma të reja. Dhe problemet e vjetra që do të zgjidhen dhe ndikimet që kanë bënë dhe për transaksione financiare, që është një mundësi shumë e mirë dhe tepër e artë për zgjidhjen e problematikave, për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë në këtë drejtim. Sepse nga njëra anë neve mundohemi shumë për sa përket gjërave që kanë të bëjnë në lidhje me punën, në lidhje me takime dhe bisedime të rëndësishme, por nëse doni që të nisni një diçka
në lidhje me anën ekonomike ose disa gjëra që i keni lënë pas dore, duket se tani ka të bëjnë favorizimet janë shumë të mirë në lidhje me për shembull koha ideale për vendime të rëndësishme, transakcione financiare, negociata, realizim projektesh krijuese ose keni pasur probleme me ligjin, e zgjidhni pikërisht në këtë aspekt dhe kjo do thotë që është data 21. Mos e lini pas dore se do më kujtoni fundi i javës ku i jep dhe mundësinë në farë mënyre për të zgjidhur problematikat e tjera që do vinë dhe keni dhe mundësin. Edhe ndikimet që kanë bërë në produktimin e juaj, sepse 16-19 janë ditë mira dhe këto, sepse një periudhë e mirë për çështjet e punës ose për lidhje për lëvizjen e karrierë dhe zbatim të planeve aktuale. Lëvizjen e karrierë do thotë nga një punë tjetër, pra jo gjithmonë mund të ndryshojmë vendbanim ose ndryshojmë gjëra punë, por kemi datat për shembull janë produktive, që kanë mundësinë dhe kohën. Pra kemi datën 16, kemi datën 19 dhe datën 21. Në këto data nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim unë për sa i përket gjërat që ju keni, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe një ditë që mund të kemi edhe momente të tjera në anën tjetër, por për sa i përket pak vëmendje, pak kujdes që duhet të bëjmë, kemi datën 18, datën 20. Pra janë këta dy data që mundoni që të jemi sa më korrekt për çështjet e punës, sepse do kemi edhe disa kur kemi probleme do duhet të trokasim, është të mirën tonë, është të mirën e të gjithëve për të parë se çfarë do të bëjmë edhe në lidhje me disa ndryshime dhe disa vendime. Ajo është koha që neve nisim diçka dhe vazhdojmë veprojmë në anën tonë. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me 12 shenjat zodiakale për sa i përket kësaj jave. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj jave kaq të rëndësishme, java e ndikimeve dhe pozicionit të planeteve në transaksione. Neve, për ju doni një parashikim, që doni një parashikim të veçantë në fushën e karrierës suaj, atëherë kemi faqen www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të shikoni çfarë dëshironi të realizoni dhe duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes dhe pastaj shkoni tek sekretaria dhe atje mund të shikoni dhe çfarë dëshironi të bëni për gjithçka doni dhe pastaj dërgoni emailin tuaj dhe më pas duke dërguar emailin tuaj dhe numrin për katës të blerjes jeni gati për të dërguar emailin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve, e doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin tu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit, me shenjën e guximit dhe mundësive të arta që mund keni në çdo aspekt të jetës suaj, që janë të shenjës së dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, me së dashi duket se ka diçka shumë të madhe mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme. 10 ditë që i parë do merret me anën ekonomike financiare, lidhe me biznesin, lidhe me disa ndryshime që janë ndryshime rutinë, por janë shumë të rëndësishme për një të ardhme të afërt, sepse duke pasur parasysh anën e punës, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet që do vinë drejt jush dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë duke pasur parasysh komunikimin, që është baza, ndryshimin, që është mundësia dhe koha e artë për sa i përket komunikimit dhe çështjeve të mëdha që do të keni. Duke pasur parasysh sidomos në ndikimin më të madh që do të keni juve të kësaj shenje, nëse doni që të dilni të fituar mbi gjithçka, kemi ditën e mërkurë. Dita e mërkurë dhe dita e njëjtë janë ditë shumë të mira për ju të shenjës së dashit, sepse do të zgjidhni një problem të mbartur prej shumë kohësh, edhe një çështje problematike që mund keni pasur me ligjin, duket se do ta zgjidhni pikërisht tani, është koha juaj, është edhe momenti më i mirë i artë që ndonjëherë mbi ato çka juve keni, mbi ato çka juve dëshironi të realizoni. Nuk e diskutoj. 10 ditë i dytë që merret me pasuritë pa luajshme, edhe pse kanë pasur disa probleme, këto janë probleme të kalimtare, nuk ka probleme që do ngelen tek juve, por është një mundësi shumë e mirë tani, sepse zgjidhni çështje problematike, zgjidhni gjëra të pazgjidhshme në harkun kohor dhe mundësitë që do të jepen gradualisht, juve i keni mundësitë edhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në këtë aspekt. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë në të 30 diqet, duket se lidhjet me britësjap të 10 diqit parë, shigjetar të 10 diqit tretë, me shigjetar të 10 diqit tretë, ka diçka shumë të madhe, diçka shumë të madhe që do thot ekonomi, do thot stabilizim, do thot gjërat janë korrekte.
po janë korrekte në anën tuaj dhe një nga mundësitë e tjera që do të keni tani atutje nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar sepse kjo periudhë është e juve dhe ju përket juve. Ndikimi që ka të bëjë gjithashtu, edhe pse tani për tani jeni pak a shumë në dilemë, por mos u shqetësoni, sepse shqetësimet që vijnë nga ndonjëherë në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet, por ndryshimet janë mjaft pozitive në anën tuaj dhe keni edhe diçka shumë të madhe në anën e financave dhe të biznesit. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet me gafore të 10 diçit parë, ujor të 10 diçit të tretë që është perfektja, një kujdes të veçantë do të bëni me peshore të 10 diçit të dytë, sepse është një problem i vogël dhe do t'ju duhet ta zgjidhni dhe nëse e zgjidhni tani për tani, do jetë edhe koha dhe momenti, periudha që do ndodhin gjërat, sepse kjo është një nga periudhat më të arta dhe më pozitive të që ndonjëherë për anën tuaj dhe pozicionin e planeteve. Është koha juaj, momenti më i artë i që ndonjëherë. Një bashkim familjar në diaspor do të thotë që do të jetë me akrep të 10 diçit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft aktive, pozitive në ato çka do të bëj, por edhe korrekte në anën tjetër, sepse boll ka vuajtur me punë me lloj-lloj ndryshimesh dhe vendimesh, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, megjithëse demi duket se tani për tani kanë kohën e tyre, kanë momentin, periudhën që ndodhin fenomenet dhe një nga ndryshimet më të mëdha që do të keni juve të kësaj shenje është momenti i duhur. Është periudha ku gjërat do të diktojnë, do të ndikojnë, sepse demi gjithmonë ka qenë dhe mbetet shenja më me ndikim në fushën e zodiakut, por ka edhe një ndikim shumë të mirë sepse duke pasur parasysh mundësitë që jepen tani, meqense Afrodita në trekëndësh që bën pas nesër, bën një trekëndësh me Uranin dhe me ndikimin e madh Jupiterin, do t'ju japi mundësinë dhe kohën e dur për zgjidhur çështje problematike. Gjithashtu ka të bëjë me një takim mjaft rëndësishëm për sa i përket ekonomisë, për sa i përket zbulimeve të ndryshme që do të keni në fushën e mjekësisë, për juve që jeni fans të këtyre gjërave, është një mundësi shumë e mirë, është një moment mjaft i artë mbi disa takime pune, disa takime që janë ndryshime të mëdha që do të keni tani atutje, dhe është një moment shumë i mirë i mbar në ekonomi, i mbar në vazhdimsi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, meqense keni pasur probleme të mbartura, keni pasur probleme nga më të ndryshme në ekonomi. Por 10 diçi i dytë, edhe pse do ndryshoj punë, vend punën mbase do ndryshoj në të njëjtën kompani, por kjo nuk do të thotë që do ngilni pa punë, nuk do ta kuptoni kurrë. Edhe se keni kuptuar, sepse ju jeni mjaft ndikuar dhe mjaft ndryshoni në anën tuaj, keni edhe mundësinë e artë për sa përket anës ekonomike financiare, për sa përket disa ndryshimeve të një pasqyrshme që juve keni, por është një moment tani, është një moment mjaft i mirë, është moment stabilizues, edhe gjërat janë konkrete në fushën e karrierës suaj dhe në fushën e biznesit. Në fushën e biznesit keni pasur një moment disa parat pa marrë juve të 10 diçit të tretë, ku është mundësia tani që i merrni, është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm duke stabilizuar anën ekonomike financiare, duke stabilizuar gjërat në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, sidomos, është një mundësi shumë e mirë për të 30 ditë, sepse marrni një dokument për ju që jeni në diaspor. Po keni një mundësi shumë të mirë tani për sa i përket dokumentacioneve, për sa i përket mundësive dhe kohës së artë që keni tani, bini pas, bëni disa aplikime, sepse kjo javë është javë shumë pozitive dhe është një javë që vërtet ndikon dhe është shumë harmonizuese në lidhje me ndikimet të mëdha ekonomiko-financiare, në lidhje me punën dhe ndryshimin që do të keni. Por gjithashtu ka të bëjë edhe me një çështje të lënë pezull ligjore që do ta zgjidhni, sepse të tjerët janë fajtori dhe jo juve. Por ana tjetër, dhe mundësia dhe koha e duhur për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që ju keni, dhe është një moment mjaft i mirë, një moment që nga një anë mund të studioni për gjëra shumë të mëdha, nga ana tjetër mund keni mundësinë e rritjes në detyrë për gjëra shumë të mëdha financiare, ekonomike, biznesi, karriere dhe ndryshime të tjera. Ndryshimet e tjera do thotë kam mundësinë të zgjidh çdo lloj problemi. Dhe ky si problem është mjaft ndikues dhe pozicionimi i planeteve që ju jep mundësinë juve për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në
ndryshimet e tjera që do të keni tani tutje dhe nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që stabilizon, konkretizon çështjet ekonomike financiare, biznesin dhe karrierën. Me lidhje me karrierën është një moment mjaft i mirë tani, sepse kjo periudhë jep shumë gjëra si në ekonomi, si në stabilizime, si në ndryshime po. Janë disa ndryshime të vogla që mund të bëhen tani, po janë shumë të mëdha në të ardhmen, duke pasur parasysh ekonominë që ju e keni bazën miq të mirë të dashur dhe e keni dhe mundësinë për zgjidhur këto gjëra dhe është koha juaj, është momenti juaj. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore të 30 diçit, duket se kanë të bëjnë me akrep të 10 diçit parë, me virgjëresht të 10 diçit tretë dhe me ujor të 10 diçit parë, ku është një mundësi shumë e mirë për të bërë zgjedhjen e duhur dhe periudhën kur ndodhin fenomenet. Por gjithçka janë edhe keni në dorë juve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe tepër pozitive, sepse na mëson shumë gjëra dhe jo vetëm kaq, por ana ekonomike dhe çështjet që lidhen me biznesin janë shumë pozitive. Kjo do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket shenjës së binjakëve, meqense binjakët duket se tani për tani kanë disa mundësi që do t'i nisin në lidhje me në fushën e karrierës, por nuk është se ka një problem për të shqetësuar, sepse juve e dini shumë mirë edhe si periudhë, por edhe si kohë. Por binjakët nga njëra anë zgjidhin disa probleme të mbartura dikur, por periudha që ndodhin fenomenet dhe momenti që juve keni nuk është se ka një problem mjaft të madh, por është diçka që juve lidhen shumë me investimet dhe kjo do thotë investime dhe mundësi. Ndikime, mundësitë e reja dhe jo vetëm sepse filloni javën, filloni me pluse, sepse ka të bëjnë shumë me punën tuaj aktuale, ka të bëjnë shumë dhe me një plan afatgjat që juve keni, sepse ndikimi i hënës së re, në shenjën tuaj, ndihmon jashtëmase për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat e pazgjidhshme, sepse keni pasur disa probleme në lidhje me çështjet ekonomike financiare ose me disa gjëra tjera që nuk i keni realizuar akoma, por kjo periudhë, ky moment është i juaj dhe i zgjidhshëm mbi ekonominë, i zgjidhshëm mbi vendimarrjen që do të keni, është një mundësi shumë e mirë dhe shumë stabilizuese, konkretizuese për anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve. Mundësitë janë në anën tuaj. Keni një mundësi shumë të mirë tani. Pozicionimi i planeteve do të thotë ndikim, do të thotë stabilizim, do të thotë mundësi që juve do të keni tani tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi ndryshimet që keni, mbi mundësitë që do t'ju jepen. Janë mundësi të arta, janë mundësi që vërtet është diçka shumë e madhe që ndodh, është diçka shumë pozitive që arrihet fal ndikimeve të juaja, fal asaj çka jeni, fal asaj çka keni dhe doni të stabilizoni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj jeni aty ku ju dëshironi, adhuroni, dashuroni me punën tuaj, me karrierën tuaj. Miqtë e mi të shenjës binjakëve, duket se është edhe një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, duke pasur ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Ajo që do duket sepse ka bën dhe me diçka shumë të rëndësishme për sa përket ekonomisë, për sa përket rëndësisë në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve, ju ndihmon për të ecur përpara. Ju ndihmon mbi favorizimet dhe gjërat konkrete. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, sepse binjakët nuk e kanë pasur problem dhe nuk kanë kurrë për sa i përket këtyre gjërave, janë mjaft pozitiv në zhvillime dhe ndryshime të mëdha, por me këtë hënë të re do japin maksimumin në ekonomi dhe në stabilizim. Një burim të ardhash të dyta është e mundur të ndodhi, është e mundur të arrini qëllimin tuaj, sepse boll keni vojtur me punën e të tretëve, por shikoni punën tuaj tani, sepse është momenti juaj, është periudha ku do shikoni shumë gjëra të realizohen në biznes dhe në gjëra të tjera që do të keni tani tutje. Megjithatë, edhe pse jeni pak në dilemë, do ta thosha në farë mënyre, por kjo nuk ju prish punë fare, sepse keni mundësinë dhe periudhën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe gjithçka është në dorën
tuaj. Dhe një takim që do të bëni tani është një takim mjaft pozitiv, sidomos dhe takimet bëheni nga mesjava, sepse është diçka shumë e mirë, sidomos e mërkura, e premtja, janë ndikime shumë mira, e diela, gjithashtu e keni mundësinë sepse do shikoni shumë gjëra t'i zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, një problem i vogël që keni pasur me një bricjap të 10 diçit parë, me një peshk të 10 diçit të tretë, po me peshk juve keni pas edhe si mundësi gjanëm, për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të gjërave të tjera, por nuk do thotë që se ka një problem apo diçka që nuk shkon. Është momenti juaj, është periudha ku ndodhin fenomenet. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e 10 diçit parë, me ujorët e 10 diçit të tretë, është perfekta dhe koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar, sepse çdo gjë e keni në dorë juve, çdo gjë arrini fal suksesit, fal mundësive, fal rëndësisë që i jepni në fushën e jetës suaj. Është ndikimi, është favorizimi, është ajo çka jam, ajo çka dua dhe ja arri qëllimit. Është një nga momentet më të arta që juve e keni dhe kështu që bini pas dhe do më kujtoni ka diçka shumë pozitive në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, lidhjet me peshk të 10 diçit parë, me ujorë të 10 diçit të tretë, për shkak që kanë mbi ndikimet më të mira të mundshme, por gjithashtu edhe me shigjetarët e 10 diçit parë, bashkim familjar ose me shitjen e një objekti, do bëni objekt bisede ku do keni edhe mundësinë juve për të arritur qëllimin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe me shumë fat për sa përket kësaj jave, që këta janë të shenjës gafores. Për sa përket gafore duket se tani për tani kanë gurin dhe arën dorë e gjenë vend për ta thyer. Të 30 diqët ndikohen shumë se guvernatori juaj, kjo është Hana, e fillon në javën me pluse ku është dhe ndikohet dhe shumë në shenjën më ndikuese, lidhje me anën e punës, lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, lidhje me Hanere ka shumë ndikime të mëdha, ku për juve do jeti diçka shumë e madhe, sepse lidhet edhe me anën ekonomike financiare, lidhet edhe me kuptimin e jetës në përditshmëri për punën dhe për karrierën, që juve keni dy gjëra që janë mjaft pozitive dhe tepër ideale për të zgjidhur gjërat e këtu një herë e mirë dhe është momenti juaj. Është çështjet më madhore që juve keni dhe periudha që ndodhin fenomenet kur keni ndikime të mëdha financiare. Lidhje me biznesi domos është një nga momentet më të mira të mundshme mbi stabilizimin dhe mbi takime që do të bëni. Në fushën e biznesit, po, është e mundur dhe është një nga ndryshimet më të mëdha që mund të keni tani në tutje, ndryshime kolosale ekonomike financiare në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të 10 diçit të parë, me peshorët e 10 diçit të tretë që është perfektja, por pak vëmendje do bëni me bricjap. Me bricjap pse? Me bricjap keni pasur mundësi, momente do të thosha unë, momente kyçe në anën ekonomike financiare, momente të rëndësishme për sa përket zgjidhjes së një problematike të madhe biznesi, por tani vjen momenti dhe koha e duhur për të zgjidhur gjithçka keni pasur si në ekonomi, si në çështjet lidhje me ndryshim pune, lëvizje nga puna, dhe tani erdhi momenti që juve të gjitha këto të rifilloni një cikël të ri në ekonomi dhe në vendimmarrje që do të thotë janë bëra gjëra shumë pozitive dhe i keni mundësitë, sepse çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal mundësisë dhe zgjuarsisë suaj. Por gjithsesi, gaforet kanë një moment shumë mirë, sidomos në këtë dita hënë është dita e mundësive të arta, e mundësive të mira, pozitiviteti, karriera. Karriera është ajo, është baza që nuk e diskutojmë, nuk e vë ndyshim për asgjë, por dhe një moment mjaft i artë për nisma të reja. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që bëjnë me anën shpirtërore, kanë të bëjnë me karrierë, kanë të bëjnë me biznes, kanë të bëjnë me mundësi dhe kohën e rëndësishme që do të keni tani tutje dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme për arsye të punës suaj dhe të karrierës suaj. Ndikimi është ai që ju bën mjaft jo vetëm se ka të bëjë me kuriozitet, por ka të bëjë me punë dhe me ndryshime, vendime të mëdha, mundësi dhe kohën e ardhmë. Prandaj është kjo që unë ju them nga hera për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave konkrete që keni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk të 10 diçit parë, me akrep të 10 diçit të tretë, me akrep të 10 diçit të tretë, është një mundësi shumë e mirë tani, sepse do të shikoni dhe me ndryshime pune i bie që të keni tani për tani juve në anën tuaj, edhe pse jeni pak në dilemë për
për sa i përket ekonomisë, për sa i përket asaj të ndryshimeve të mëdha që do të keni, por është një pozicionim planetar që do t'ju ndihmojnë në ekonominë dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bën me peshorët e ditës së parë, me ujorët e ditës së dytë, me ujorët e ditës së dytë, ka diçka shumë të madhe, sepse do lidhet me anën ekonomike financiare, do lidhet edhe me një çështje biznesi. Nëse keni pasur probleme në këtë aspekt, e zgjidhni pikërisht tani. Nëse keni pasur çështje të pazgjidhura, është momenti juaj. Për sa i përket gjërave tani e tutje, është një nga kohrat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Në çështje që kanë të bëjnë me bashkim familjar, do keni kujdes se ka të bëjnë me ujor, por një shenjë ajri me një shenjë uji vërtet kanë diferencë mes asaj që duan dhe mes asaj që e realizohet, por unë do thosha është kjo e dyta, realizohet, por për të dashur munduam shumë gjëra në një kohë, por nuk mund të realizohen gjitha në një kohë. Dhe për ju që keni të bëni dhe diçi i dytë për një dokument, do ta thoshon, është dokument mjaft pozitiv ky, sepse lidhet me pozitivitetin, ekonominë, stabilizimin, konkretizimin e gjërave të mëdha dhe i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme dhe kjo do të thotë mundësi tani e tutje ku edhe pse me vështirësi janë bërë gjërat, por gjërat janë kalimtare. Kur të them kalimtare, janë kalimtare në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që do të merren. Tani për tani i keni të gjitha mundësitë, keni mundësinë e punës, mundësinë e karrierës, mundësinë e ndryshimit të madh që keni tani e tutje, por koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim dhe nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar. Në çështjet që kanë të bëjnë me një çështje ligjore, ka bëjnë 10 diçi i tretë ku fiton jashtëmase me të drejtën, merr përfaqësinë dhe jo vetëm se merr të drejtën e vet, por merr dhe shpërblimin në anën tjetër sepse ka ndikime shumë të mira dhe ka ndikime pozitive në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese në lidhje me punën e tyre, në lidhje me një shitje me probleme dhe dalin shumë të fituar, dy fish do ta thosha, sepse e drejta triumfon. Nuk humbet kurrë. Që këta janë luanët. Luan të dashur, duket se tani për tani keni mundësinë, keni kohën e duhur për sa përket zgjidhjes dhe çështjeve, disa projekte që keni tani e tutje ju të shenjë luanëve, duket se gjërat janë pozitive, jo se keni pasur probleme ose keni pasur diçka që nuk shkon, por tani për tani unë do të thosha që është koha e duhur dhe gjërat që do të ndikojnë, do të diktojnë në anën tuaj e keni të gjitha mundësitë për sa përket punës, për sa përket karrierës, për sa përket marrjes së vendimeve të rëndësishme në punën tuaj, por një moment mjaft i mirë, momenti i artë them unë, për sa përket shenjës së luanëve kanë diçka. Çfarë? Kanë diçka në zemrën e tyre që djeg një vërtetësi e madhe që dalin shumë të fituar në ekonomi, dalin shumë fituar në vazhdimsi, sepse kjo periudhë vërtet dikton në lidhje me gjërat e tjera, sepse ju keni dalë shumë të fituar në këtë drejtim dhe në anën ekonomike, edhe pse të tretët mund të flasin shumë, edhe pse të tretët mund të ju ndikojnë në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj, por juve ecni përpara. Meqense luanët duket se një shitje me probleme që keni pasur juve, çfarë problemi? Keni pasur një problem sepse të tretët u ashitën dhe juve e blet, dhe këtë shitje që u bë, njerëzit më përpara mund të thoshin shumë gjëra, por tani flasin letrat dhe një nga këto të tjerët firmosën dhe juve mirëbesuat. Dhe kjo del në pa tani që juve merrni dhe ndikimet më të mëdha që do të keni si në fushën e karrierës, si në fushën e biznesit, si në fushën e pasurisë paluçme dhe do të shikoni që biznesi juaj të njohi vetëm rritje, sepse me lidhjen e blerjes një objekti ose diçka pasuri paluçme që do ta shfrytëzoni për biznes dhe është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm tani, do shikoni dhe vetë sepse arsyet janë i mi, punën është karriera, është ajo që ndodh domethënë në një farë mënyrë për juve. E keni mundësinë dhe momentin e duhur dhe kjo do thotë zgjuarsi dhe maturi, kjo do thotë momentin e duhur, kohën e duhur, gjithçka ndodh dhe e keni të realizueshme, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në anën tuaj. Meqense keni pasur probleme të mbartur nga e kaluara, por kjo nuk u prish punë, por ju ndreq punë për arsye të ekonomisë suaj, për arsye të ndryshimit të madh që do të keni. Në çështjet që lidhen me të 30 diçët në fushën e dashurisë, duket se me ujor të 10 diçit parë, me dëm të 10 diçit tretë,
ka diçka, po çfarë ka më Jorgo? Ka diçka shumë të rëndësishme për punën tuaj dhe karrierën. Lidhje me karrierën është momenti më i mirë i mundshëm i artë në ekonomi, sepse stabilizimi, mundësia, koha, korrektësia juaj bën që juve të jeni mjaft ndikuar në këtë aspekt, është një mundësi shumë e mirë tani, por në anën tjetër kemi dhe ndikimin e kjo mund të jetë në lidhje me bashkëpunim, do thosha unë, me ujorët e Djediçit të tretë, por ka dhe diçka, sepse ajo që mund ta themi, do të thënë në lidhje me ekonominë, stabilizimin e saj, por edhe diçka tjetër që mund të keni tani tutje, është në një moment mjaft i mirë shumë stabilizues, por një kujdes të veçantë do të bëni me bashkëpunimet që mund të keni pasur përpara ju, ka qenë me akrep edhe me dash. Me dash sidomos është një mundësi shumë e mirë tani, është një mundësi që vërtet koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha që do të keni tani tutje, ku është dhe koha, është dhe mundësia e artë për të zgjidhur këto probleme. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë ose bashkim familjar, ose çështje shpirtërore, duket se ka të bëjnë me akrep të Djediçit parë, dëm të Djediçit tretë që është perfektja, por me ujor është vetjeta. Jo se e keni përballë, por keni pasur shumë gjëra pozitive, edhe i keni akoma, më tani ka ardhur koha dhe momenti të bashkëjetoni ose të fejoheni, është një moment mjaft i mirë, është një moment mjaft pozitiv, korrekt nga ana juaj, korrekt nga gjërat që do të bëni, dhe kjo është një nga periudhat më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse kjo është periudha juaj. Ky është momenti juaj i artë për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Prandaj nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft zgjuarësi dhe shumë punë dhe durim, që këta janë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, me qenë se virgjëreshat duke se tani në këtë periudhë kanë të tyren dhe mundohen që të bëjnë një zgjidhje mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme. E kuptueshme është ekonomia, sepse në lidhje me ekonominë, edhe pse keni pasur probleme juve, probleme të tipit mendoj shumë, por nuk parri dot, por kjo javë është javë suksesi, do ta thosha unë, për një mijë arsye, por keni dhe disa gjëra të tjera juve, sepse vërtet ndikimi është në anën tuaj dhe keni mundësinë, kohën e duhur, por mos harrojmë se virgjëreshat kanë disa mundësi në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën e tyre. Mirë po, virgjëresha duket se në këtë periudhë që ata kanë, duket se do ta ndryshojnë çështjet ekonomike financiare, do të ndryshojnë disa gjëra që kjo periudhë është mjaft e mirë për ndryshuar punë, ose ju që keni lëvizur me pa të drejtë nga puna, edhe duket se tani vjen momenti i dur dhe i shumë pritur për sa përket anës ekonomike, për sa përket asaj çka juve keni dhe mundësisë artë që do të vinë. Në çështje që kanë të bëjnë me Djediçin e parë, Djediçi i parë në lidhje me punën aktuale, nëse flasim për punën aktuale, ka një moment shumë të mirë tani. Ky është një moment që mund të zgjidhni gjithçka juve kërkoni dhe dëshironi në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj, lidhje me atë çka jeni dhe çka doni të përçoni, sepse është mundësia, është koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur disa probleme juve të Djediçit parë me peshk të Djediçit të dytë, Djediçi i parë. Kurse Djediçi i dytë i shenjës së virgjëreshës, një ndikim shumë i madh ka qenë me binjak të Djediçit të dytë, edhe pse keni pasur një njohje për ta kryer lidhje serioze, keni pasur një debat shumë të madh në këtë drejtim, por Djediçi i tretë i virgjëreshës ka një ndikim shumë të madh me shigjetarët e Djediçit të tretë, ku janë mundësia dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e tyre. Por megjithatë, edhe pse kjo periudhë ka qenë një periudhë edhe momentet që kanë të bëjnë, por ajo që do varet shumë nga juve është lëvizja nga një qytet tjetër, nga një shtet tjetër, nga një punë tjetër, ose do të shkoni në profilin tuaj, sepse juve i keni të gjitha mundësitë, i keni gjërat në vijë, ja keni arrit qëllimin në një farë mënyre, por edhe periudha që ka të bëjnë në lidhje me anën tuaj është pozicionimi planetar që juve ju favorizon dhe jeni të favorizuar në këtë drejtim. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në një farë mënyre, dhe është momenti, është periudha më e mirë e mundshme, më e mira e që ndonjëherë mbi çdo ndryshim dhe ndikim. Por megjithatë,
tani për tani, është një nga mundësitë më të mira të mundshme që keni. Është një mundësi shumë e mirë sepse stabilizimi ekonomiko-financiar, mënyra dhe mundësia që juve keni tani tutje, do të keni të gjithë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj, por mos u shqetësoni, sepse në shqetësimet që juve keni është ajo e punës ose sa do zgjasë kjo punë, sepse keni pasur probleme, kanë probleme jo për juve, jo nga ana juaj është krijuar ky problem, është krijuar nga vetë puna dhe struktura që keni pasur atje. Por kjo nuk do thotë diçka që është problem ose ka diçka që nuk shkon. Këto janë gjëra që janë kalimtare, këto janë gjëra që vërtet tani për tani nuk mund të themi që ka probleme, por do ta shikoni gjatë rrugës, por janë të zgjidhshme. Kur gjërat janë të zgjidhshme, është në favorin tuaj. Nuk është një problem që mund thoni që nuk do marr para, do ngelen pa punë. Jo, nuk ndodh kjo. Kjo megjithatë keni pasur një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Por vërtetësisht nuk ngelen kurrë se kanë dhe momentin, por kanë dhe një kohë të përshtatshme në ekonominë e tyre, në stabilizimin dhe në marrjen e vendimit në anën tuaj. Megjithatë, periudha dhe koha tregon që tani e tutje jeni në anën tuaj, tani e tutje i keni gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur. Një kujdes të veçantë do të bëni nëse keni pasur një bashkim familjar ose një fejesë të prishur për një arsye apo për tjetër, që kjo ka qenë me bricaptë dhe diçit parë, mundoni ta rregulloni sepse koha është në favorin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe me mjaft mundësi të arta që do të ketë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Këta janë peshorja. Për sa i përket peshoreve, meqense peshoret duket se tani e tutje janë mjaft ndikuar në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një ndryshim shumë të madh që do të keni, dhe kjo është një periudhë që vërtet ka të bëjnë me zgjidhje të problematikave, ka të bëjnë me çështjet më madhore dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse startoni, stabilizoni dhe jeni shumë korrekt me punën tuaj. Jeni shumë korrekt me atë çka doni të bëni. Gjithçka mund të shkojë mbar, mund të arrihet ajo ku doni juve, sepse puna 1, ekonomia 2, stabilizimi që ka të bëjnë 3, është me mire mundshme. Dhe kështu që pse të shqetësoni juve, dhe kjo do thotë nuk ka vend për të shqetësuar, sepse koha tregon që jeni me fat, koha tregon që dini shumë mirë çfarë do të bëni në jetën tuaj dhe në privatësinë tuaj të punës. Dhe megjithatë, shumë fjalë janë folur. Peshoret, po peshoret janë krypa dhe piperi. Peshoret nuk bëjnë kur keq, kanë mundësi të bëjnë mirë, por vjen momenti, vjen plotësimi i dëshirës dhe i gjërave të mëdha. Me kalimin e kohës dhe gjërat do të vinë aty ku duhet. Mundësitë dhe koha e dur është në anën ekonomike financiare, në biznes, në karrierë dhe në ndryshimet e tjera. Por megjithatë kjo nuk ju keni një problem shqetësues juve, por megjithatë juve nisni në anën tuaj më të mirë të mundshme, sepse duket se tani për tani koha ka treguar që e keni mundësit dhe janë mundësit e arta në anën tuaj për punën dhe për karrierën. Por megjithatë, tani për tani do i keni të gjitha mundësit për ekonominë edhe punën tuaj, dhe meqense kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë pozitive në ekonomi dhe në stabilizime. Dhjetëdiçi i parë do merret shumë me rolin drejtues. Po, keni filluar një çështje ekonomike financiare, keni një burim të ardhash të dyta, një e drejtë që triumfon tani, keni një ofertë shumë të mirë për sa i përket pikërisht kësaj jave. Është një nga javat më të mira të mundshme të thonim në këtë aspekt, sepse i keni të gjitha mundësitë për gjëra të mëdha. Edhe në anën ekonomike, për me ekonominë në fakt keni pasur sa probleme të vogla ju, për janë probleme kështu këta. E nisë dhe bëtis, nuk ka gjëra të dyta, por megjithatë keni dhe mundësinë tuaj të artë për sa i përket nismave, për sa i përket asaj çka jeni dhe në favorin tuaj. Një nga mundësitë më të mira që do të keni në ekonomi, ka çështje ekonomike që kanë vullnetin e tyre, kanë mundësinë e tyre, kanë anën pozitive dhe çështjet e karrierës. Me karrierën juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, sepse duke pasur parasysh edhe ndryshimet që kanë bëjnë, edhe mundësitë që juve i keni, është një nga momentet më të mira të mundshme. Por në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë në këtë drejtim ka të bëjnë me ujor të dhjetëdiçit parë, ka të bëjnë me luan të dhjetëdiçit të tretë, por këto janë gjëra që
dua t'i përfundoj dhe të rregulloj, dua t'i stabilizoj, por nuk po arri në këtë drejtim. Por peshorët, sado që kanë bëjnë lajme shumë të mira, lajme që vijnë nga juve, e keni mundësinë, keni dhe kohën, keni dhe vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Momenti që ka të bëjnë në ekonomi, në stabilizim, në ndryshim, në marrje vendime të rëndësishme, në periudha të ndryshme, sepse janë gjëra të ndryshueshme nganjëherë për juve të shenjës së peshorës, dhe keni dhe momentin ekonomiko-financiar, keni një moment mjaft mirë mbi ndryshimin që bëhet, ndryshimet që bëhen në ekonomi, por edhe në vazhdimsinë që do të keni tani tutje, është një nga momentet më të mira për sa përket ekonomisë dhe financave. Por meqenëse lidhet me financa, nuk është se ka diçka shqetësuese, do ta zgjidhni të 30 diçët, i keni pasur këto 3 muajt e fundit. Por këta janë kështu, domethënë se nëse e nisni diçka dhe nuk përfundon, por do përfundojë në mënyrën më të mirë të mundshme për arsye të karrierës, sepse vërtet juve keni një të drejtë madhe, vërtet jeni në anën tuaj më të mirë, dhe pse problematikat ose gjërat që kanë ndodhur dikur, tani për tani fshihen nga memoria juaj dhe esni përpara. Dhe kjo është një ndryshim shumë i madh. Është një ndryshim që vërtet jeni shumë korrekt me punën, por të tjerët nuk janë. Po punë e madhe, juve shikoni drejtimin tuaj dhe kjo do t'ju ndihmojnë shumë në lidhje me anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e diçit parë, me luanët e diçit tretë, me luanët e diçit tretë është perfektja, por njëkohësisht ka dhe diçka shumë të madhe mbi marrjen e vendimeve të rëndësishme, mbi takimet, bisedimet, kohën e përshtatshme mbi ekonomin. Për ekonomin do thotë që ka diçka në anën tuaj dhe është një pozicionim planetar shumë pozitiv, por dhe një mundësi tjetër që do të keni tani tutje. Këto janë mundësira që lidhen me para në dorë, ose do bëni një blerje ju, ose do keni një ndryshim mjeti në lidhje me makinën ose i diçka tjetër, duket se është në favorin tuaj dhe e arrisni qëllimin. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, bashkim familjar, dokumentacione, është megafore dhe britsjaptë dhe diçitret, është java më ideale dhe më perfekte. Nëse do më thoni si është javë e përgjithshme, në përgjithësi është lumturia, begatia dhe rëndësia për atë që duam të arrijmë dhe të bëjmë. Kjo është ajo që është pozitive. Kjo është ajo më pozitivja dhe më ndikimi më i madh që mund të keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, tek një shenjë që rrezaton në pasuritë paluajtshme dhe ka një mundësi që do dalë mbi sipërfaqe me jo vetëm krenare, por shumë gjëra vinë në vi, shumë gjëra rregullohen, stabilizohen dhe mundësitë të arta janë pikërisht tani. Kjo do thotë shenja e akripit, Akrep të dashur, duket se kemi një mundësi shumë të mirë tani e tutje. Mundësia do të thotë që është çështja e punës, është një nga gjërat më korrekte që do keni pasur ndonjëherë. Gjërat më korrekte që juve jeni në anën tuaj në pozicionimin e planeteve dhe koha që tregon mbi atë çka jeni, mbi atë çka keni dhe mundësitë janë të arta. Mos mu shqetësoni fare. Miqtë mi të dashur, nëse shikoni që gjërat vinë në vi, i keni mundësitë dhe periudhën që ndodhin fenomenet, janë nga anën më të mirë të mundshme tuaja. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Edhe pse mund keni pasur probleme ose keni pasur gjëra të më përpara, por akrepët janë në drejtimin e tyre. Pasurie paluajtshme, po, është e mundur sepse në lidhje me çështjet që kanë bënë në pasuritë paluajtshme, duket se ka një ndryshim mes asaj që është e bërshme, mes asaj që ata ndjes, me gjithë ata që kanë bënë me punën e tyre, dhe me një ndryshim që është mjaft i madh, do thot paraja. Dhe kjo do të thot një nga momentet në lidhje me ekonominë dhe financën, në lidhje me një mundësi shumë të mirë që do keni tani tutje, që lidhet dhe me biznesin aktual, do ta zhvilloni miqtë të dashur, sepse është një moment shumë i mirë, është një moment shumë pozitiv, është një moment që nëse do të thoshit kjo javë është ajka e muajit dhe kjo do të thot mundësi, kjo do të thot rëndësi. Le të flasim dy jaja, atë punë kanë. Juve çfarë bëni? Sepse çdo gjë është këmbar, çdo gjë arrihet
sepse keni suksesin, keni momentin, keni periudhën dhe këto janë gjërat më të mira të qenë ndonjëherë për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, për sa i përket çështjeve të biznesit, për sa i përket gjërave të tjera që do të keni tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse është një nga mundësitë më të mira të mundshme për arsye të punës, për arsye të biznesit, për arsye të gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo periudhë. Prandaj jeni në anën tuaj më të mirë, jeni në anën tuaj që do t'i shikoni gjërat të ndryshojnë në fushën e karrierës, të ndryshojnë në fushën e biznesit, por edhe momentet e tjera që do t'i keni për momentin tani për tani mund të mos jenë ashtu siç duhet, por janë aty ku duhet. Çfarë nënkuptojmë këtu? Nënkuptojmë arsyen e punës, arsyen e karrierës, arsyen e biznesit. Për biznesin sidomos duket se tani ja keni arritur qëllimin tuaj, është momenti i duhur në fakt për ekonominë dhe për stabilizimin e saj, sepse ndryshimet janë ndryshime të dukshme për ekonominë, të dukshme për gjërat që do të keni dhe momentet e duhura në anën tuaj. Momenti që ka të bëjnë anë ekonomike financiare, biznesi, karriera dhe ndryshimet të tjera që do të vinë, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë aspekt, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të mira të mundshme në ekonomi dhe në stabilizime, në veprime, vendime të rëndësishme që mund të merrni, sepse kjo periudhë do t'ju ndihmoj për marrje e vendimesh të rëndësishme dhe kjo do thotë një nga mundësitë më të mira, edhe pse duken të vështira, edhe pse keni pasur probleme nga më të ndryshme të jetës suaj, por vjen një moment tani e zgjidhni dhe do të zgjidhni gjërat sipas dëshirës, mundësisë, kohës suaj në anën më të mirë të mundshme. Për sa i përket një çështje ligjore, problematike që keni pasur dikur, duket se është fshirë nga memoria dhe vjen momenti i gëzimit të madh. Një gëzim në familje nga fëmijët e juaj që ndodhen në diasporë për shembull, mund të marrin një letër, një lajm shumë të mirë, apo kanë pasur një problem ligjor, e fitojnë, e fitojnë dhe pse është koha, është më e mira e mundshme për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin tuaj. Prandaj them gjithmonë dhe them të madhe që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, bini pas se do më kujtoni ka diçka shumë të rëndësishme për juve të shenjës së Akrepit. Për sa i përket gjithashtu një ndikimi të madh në një lidhje me një ndarje që keni pasur, miqtemi, do jetë me peshk të dhjetëdhjetit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që sado gjërat janë në anën tuaj, në favorin tuaj, sado që mundoheni shumë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur çështje të pazgjidhura më përpara, por vjen momenti tani që çdo gjë e keni të zgjidhshme. Çdo gjë ja keni arritur dhe jo vetëm që këta janë shigjetarët. Çfarë ndodh me shigjetarët? Për shigjetarët duket se tani për tani, edhe pse kanë pasur çështjet problematike në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën, tani ka ardhur koha që nganjëherë për më përpara mund thoshim që jep Zoti bereqetin me drejtë thesin. Tani mund themi që nuk e merr, por jeni mësuar shumë gjëra, keni mësuar nga jeta për të arritur qëllimin tuaj, për të përpara, për ndryshimin dhe vendimin e madh që keni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse është një nga periudhat më të mira, më të arta të qenë ndonjëherë. Sepse stabilizimi dhe çështjet konkrete ekonomike, financiare, me financa sidomos është një nga momentet më të mira, dhe pozicionimi planetar ju bën të ndjeni mjaft përpara për që në këtë kohë. Dhe e di që i parë që do ta shikoni dhe vetë do më kujtoni, ka një ndikim kaq të madh që nuk do ta besoni, sepse puna dhe çështjet afatgjat që kanë bënë për juve, është një moment mjaft i mirë tani për tani, lidhje me takime punë, lidhje me vendime të rëndësishme që do të keni, por ajo çka është dhe di që i tretë, është mjaft i favorizuar në çdo aspekt. Por megjithatë, tani për tani, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin, për të zgjidhur çështjet dhe gjërat e tjera që keni në dorë juve. Por koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me takimet dhe bisedimet, në lidhje me mundësitë që vijnë tani e tutje, dhe kjo nuk diskutohet që ju e keni të gjitha mundësitë për çështjet ekonomike financiare ose për disa gjëra që vërtet është koha juaj, vërtet është momenti më i artë i qenë ndonjëherë. Prandaj mos u shqetësoni fare për sa i përket gjërave, sepse tani është një periudhë shumë e mirë dhe tepër
pozitive për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha që do të keni tani tutje. Por në anën tjetër është mundësia dhe koha e duhur që çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet në lidhje me çështjet e takimeve dhe të bisedimeve që do të keni tani tutje, por unë do thosha që pikërisht kjo periudhë është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm mbi disa ndryshime dhe disa takime që do të keni. Dhe di që i dytë që do merret me një blerje, por mos u nxitoni. Mos i merrni gjërat me nxitim sepse aty e keni, nuk ju merr njëri, e keni të fituar edhe në lidhje me një provim që mund të merrni ose mund ta keni marrë këtë provim dhe do keni një gëzim shumë të madh në familjen tuaj sepse është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe jo vetëm. Megjithatë, keni pasur probleme më përpara ju, por kjo nuk do të thotë sepse tani për tani është problemi i punës suaj ose i diçka që nuk shkon. Unë do të thosha tani për tani e keni mundësinë dhe periudhën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe mbi stabilizimin e saj. Megjithatë, kjo është një moment mjaft i mirë, është një moment që tani për tani do t'i zgjidhni gjërat ku doni, edhe pse me probleme që mund keni pasur në të kaluarën, por tani nuk keni pse të shqetësoni, por të gëzuar dhe të gëzoheni në gjërat më të mëdha favorite që do të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakët e diçit parë, peshkët e diçit të tretë, peshorët e diçit të dytë, që është diçka shumë pozitive. Madje është momenti juaj, është ajo çka juve keni, çka juve kërkoni të realizoni në mënyrën më të artë të qenë ndonjëherë. Prandaj nuk është vendi problematika, ose keni diçka që nuk shkon, ose keni diçka që thonë çapo ndodh. Të tretët e kanë fajin, jo juve. Prandaj mos u shqetësoni për gjëra të tilla. Ata u kanë taksur shumë gjëra dhe nuk e kanë mbajtur për fjalën. Kështu që pse të mërziteni juve? Edhe një burimtar mund t'i merrni nga çështjet shtetërore. Do shkojmë në një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme nga ana ekonomike, nga ana ligjore dhe nga rritje në detyrë. Që këta janë britsjapët. Për sa i përket britsjapëve, britsjapët duket se tani për tani kanë gurin dhe arrën dorë. Mund gjejmë për ta thyer. Po mirë, por çfarë problemi ka nëse kjo nuk është realizuar ose për një arsye për tjetër? Mori realizoj që me ta, i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problematikat, për zgjidhur gjërat e pazgjidhshme. Është një mundësi shumë e mirë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë dhe koncepti ekonomiko-financiar, ndryshimi më i madh që bëhet, tani e tutje e keni mundësinë dhe periudhën e duhur për zgjidhur problematikat të juaja. Momenti që keni juve një çështje shumë pozitive dhe tepër ideale nga ana ekonomike financiare dhe me ndryshimin e madh që keni, kohën që juve do të ndryshoni në fushën e karrierës, sidomos sepse është një moment mjaft i mirë tani për të bërë zgjedhjen e duhur, sepse britsjapët bëjnë shumë dhe s'marrin asgjë nga ajo çka bëjnë ose gjejnë mënyrën taktin për të shfrytzuar më tepër dhe shfrytëzimet ju e keni parë vetë, nuk është se ka të bëjë me diçka që nuk shkon, por është një mundësi shumë e mirë tani, është një mundësi që vërtet do i keni mundësitë për të zgjidhur problematikat e juaja, për zgjidhur çështjet e pazgjidhshme dhe një nga momentet edhe periudhën e duhur që do të keni është në anën e financave dhe të biznesit. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sido që të vinë gjërat, ngado që ta ktheheni, është momenti juaj i duhur dhe ekonomia. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në kohën e duhur që juve nisni gjërat dhe i bëtisni, sepse pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment është juaj në çdo aspekt të jetës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjen e diçit parë, me ujortë dhe diçit që është perfekta, por një nga mundësitë dhe kohën e artë e keni me dashjen e diçit parë. Edhe pse keni pasur probleme, edhe pse nuk kanë qenë të zgjidhshme, nëse do ta flisnim në një farë mënyre, ndryshe do ta mendonim, ndryshe do ta gjykonim, por jo miqtë mi të dashur të shenjës së britsjapit, sepse juve i keni pasur mundësi dhe kohën. Dhe kjo do të thotë me ndryshimi që do të bëhet tani, janë disa ndryshime rutinë, por do t'ja vlej sepse keni bërë një punë, nuk keni marrë hakun tuaj. Dhe vjen një moment çështje gjyqësore, e fitoni këtë çështje gjyqësore, ndash në jashtë, ndash në diaspora apo në Shqipëri, e keni mundësinë tuaj edhe momentin e duhur që është tani. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e karrierës, me lidhje me karrierën tuaj, është momenti dhe mundësia, është koha tani për të nisur diçka të re. Është koha për të parë çfarë do të bëni në fushën e biznesit, fushën e karrierës, fushën e ndryshimeve të mëdha që keni tani atutje, të janë ndryshime mjaft të
mëdha në lidhje me anën e punës suaj, por do t'ju ofrohet një ofertë shumë e rëndësishme, do keni kujdes, vërtet është një ofertë e madhe, keni të domosdoshme, por është dhe me spec. Kjo do të thotë që një nga mënyrat dhe mundësitë që kanë të bëjnë periudha që ndodhin këto fenomene të ndryshme, por është një mundësi shumë e mirë tani për punën, për karrierën dhe për ndryshime të mëdha. Për ndryshimet që kanë të bëjnë, mënyra dhe mundësia që ju e keni është një nga momentet më të arta që keni, më pozitive që janë në lidhje me ndryshimin e madh, në lidhje me mundësitë që ju do t'ju jepen. Periudha ku ndodhin fenomenet, periudha që vjen një moment e zgjidhni ashtu siç dëshironi juve, edhe për kohën dhe për gjërat që do të vinë, por një nga mundësitë më të arta që keni është ekonomia, është ajo çka duhet bëni në lidhje me vazhdimsinë, sepse i keni të gjitha mundësitë edhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e biznesit, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse e lënë pas dore të pas dore. Unë them bëni si dore barazëmstuar, por gjithsesi dhe kursesi të humbisni nuk ndodh miq të dashur, por kjo është periudha juaj, kjo është momenti juaj dhe çdo gjë do të zgjidhet fal zgjuarsisë suaj, fal periudhës që ndodhin fenomenet dhe është momenti juaj tani për tani që të shikoni gjërat në lupë, që të realizoni dhe të kontrolloni gjërat siç doni juve. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me pak probleme që mund keni pasur dikur, presupozojmë për shembull me ndikimin e madh, që do thotë britqap peshore, britqap luan, edhe pse keni pasur probleme, janë probleme kalimtare këto, jo se do ndodhin ose kanë ndodhur disa gjëra që nuk shkojnë, por shikojeni pak, bini pas, se nuk është faj i peshorës për shembull që keni pasur debatuar, ose keni debatuar për gjëra, keni pasur tjera probleme, por ndonjëherë këtë marri lumi, domethënë disa gjëra që nuk duhet. Megjithatë, mundësitë e keni dhe do ta shikoni edhe vetë për zgjidhur çështje problematike. Dhe një çështje shumë madhore që nuk ka vend për t'u shqetësuar, por shikojeni në detaje, është shenja e gaforeve. Ju e njëjtën mund mos bëni, por pa njëjtën nuk jetoni me firmë me vul Jorgo Pulla. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive dhe korrekte, që do të thotë shenja e ujorit. Ujori të dashur duket se ka arritur jo vetëm se minimumin dhe maksimumin për juve, por keni një moment tani mjaft të mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime që do të merrni. Janë vendime pozitive, sepse ujorët kanë mundësinë, kanë kohën e artë për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në stabilizim, në konkretizimin e një lidhje fantastike, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në atë çka duam të bëjmë, çka duam të ofrojmë. Megjithatë, edhe pse një nga ndikimet më të mëdha dhe më pozitive që janë pikërisht tani, e keni mundësinë, keni edhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në këtë aspekt. Në çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur probleme deri diçit parë, ka qenë me shqyrtar, por kjo duket se rifreskohet. Nuk e diskutoj, nuk e vendryshim, sepse kemi një hënë të re që na ndihmon kaq shumë dhe filloni ndikimin këtë javë me hënë të re. Dhe kjo do të thotë një mundësi shumë e mirë. Do flasim për këtë temë kaq të rëndësishme, por flasim për këtë javë. Dhe në ndikimin që kanë bënë të dhjetë të dytë, një bashkim firmash ose një kompani që mund të ketë një pasur probleme edhe tani e zgjidhni, ka qenë me dem dhe me gafore. Por problemi ka qenë i të tretëve, juve që keni të bëni me jashtë për shembull, edhe doni të bëni disa ndryshime mes kësaj që janë për të bërë dhe për të realizuar, po do thosha që mund të realizoni, nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Mirë do ishte që të përfundonte, por edhe pse ka pasur disa probleme të mbartur për shumë kohësh, po vendimet janë dhe koha tregon që jeni me fat në këtë drejtim, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por mund të gëzoni gjërave të mëdha që keni. Mundësit, momentet, periudha, ndryshimi madh, kjo është tani. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, se këtu është diçka shumë e madhe. Lidhjet që kanë bëjnë në lidhje me pasuritë paluajtshme, me çështje ortakrie, ose do të bëni jeni për shembull 5 familje, 10 familje, dhe kjo do bëhet për ndërtesë. Mirë, po një nga këto 5 familje nuk duan një nga këto 5 familje. Duke futur edhe juve brenda. Për shembull, marrim problematika mund të jetë për shembull me Luan. Nëse ju ja thjeshtoni çdo thot, ja thoni qartë, nuk mbani asnjë rezervë dhe të bindet se ju e keni mundësinë bindse. Dhe Luani
është më së i bindur, por kur nuk ka informacione të qarta, të sakta, nuk diskutohet, e këtë e le pak në hije. Megjithatë, është një mundësi tani. Është një moment të mjaft i mirë, është një moment që vërtet e keni mundësinë tuaj, keni kohën tuaj për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare në lidhje me një çështje shumë madhore që do të zgjidhet, e keni mundësinë e zgjidhjes, sidomos ditën e mërkurë, ditën e njëjtë, ditën e premte, janë 3 ditë shumë të rëndësishme që juve mund të bëni të pamundur dhe të arrini qëllimin tuaj. Kurse fillimin e javës me këtë hënë të re do të keni mundësinë e madhe të gjërave të mëdha, të zgjidhjeve të problematikave të kohës së duhur që do të keni, mundësi që do të jepen tani atje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse kjo është një nga periudhat më të mira të mundshme mbi anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve. Mbi të takimet dhe bisedimet që do të keni tani atje, janë bisedime shumë të rëndësishme për anën e punës suaj, për karrierën tuaj. Dhe nëse juve do të keni pasur probleme, janë probleme për të tretë dhe jo për juve. Juve bëni këtë që ditë bëni më mirë në lidhje me ekonominë, në lidhje me punën tuaj dhe çështjet aktuale, sepse tani është momenti juaj dhe është një nga periudhat më të arta të qenë ndonjëherë për sa i përket ekonomisë, për sa i përket vazhdimësisë, për sa i përket gjërave që juve keni, ujorët si shenja ajri që janë, këtë javë kanë një javën më fantastike, kanë javën më të mirë dhe do të shkëlqejnë atje ku duhen, do të shkëlqejnë në gjërat e tyre dhe është dhe mundësia, është dhe momenti i duhur për stabilizimin dhe gjërave të reja që do të kenë tani tutje. Çështjet madhore, financiare, ekonomike dhe ndryshimet në fara nga njëra anë që i keni dhe kjo është një nga mundësitë më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë sepse e zgjidhni problemin dhe keni e arrini në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ndikimin e madh, do thot me shigjetar, do thot me gafore ku ka ndikimin me ditishin e dytë, ku është e mundur të ndodhi, është e mundur të realizoni dhe realizoni me sukses. Nuk e diskutoj këtë që mund keni, por një dokument, një problem që keni pasur ose e keni u jordem. Mirë është që ta shikoni në lidhje me punën ose në lidhje me disa gjëra që nuk janë aty ku duhet, por meqenëse ju keni mundësinë, mund ta bëni dhe ta rregulloni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet të tjerë sabotojnë dhe juve ndërtoni dhe nuk e ktheni kokën pas. Që janë peshqit. Po pse vallë juve ju sabotojnë? Arsyeja është e thjeshtë, se jeni shumë përpara për çënë këtë kohë. Kur të tretët nuk duan, ose më saktë, duan që të kuptojnë edhe të përfitojnë nga juve, mirë po, nga njëra anë nuk e përfitojnë dot, sepse kanë mënyrën dhe mundësinë e artë për juve që dini, ata kanë bezdi këtë, kjesni përpara, e kanë bezdi që juve të dini kaq të fituar, edhe pse problemi është i të tretëve, por koha tregon dhe ka treguar që juve jeni me fat edhe pse të tretët mund mos duhen në ato çka bëni. Por gjërat janë shumë pozitive dhe keni një nga mundësitë më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, por ka një diçka. Ka një diçka çfarë? Ka një diçka sepse kjo periudhë është periudha mjaft e mirë dhe tepër pozitive, është korrekte nga ana juaj, por të tretët mund të flasin shumë gjëra pa baza. Mos i merrni të mirëqenia gjëra që nuk janë, miqtë mi të dashur, sepse mërzitni veten tuaj, mërzitni dhe të tretët, sepse nuk e ka fajin për shembull prindi që është bërë një gabim në përllogaritje të një pune të rëndësishme dhe juve keni rënë brenda se nuk bëhet fjalë çështje ekonomike, paraja vjen ikën po, apo ikën e vjen, por nuk është aty. Është puna që mërzitja psikologjike është shumë herë më e fortë se sa çdo gjë tjetër. Mos i merrni gjërat që nuk kanë vlerë në lidhje me paran, sepse dakor kur humbet diçka, nuk është e mirë, nuk të ri mirë, po të mendosh holl, asgjë s'ka ndodhur. Thjesht ke marrë një mësim dhe ke marrë një provim. Dhe ky provim e ke marrë me 10. Po si më jorgo me 10? Unë humba. Po nuk do ndodhi më pastaj. Pagojte, mësove. Por të tretë që nuk e kuptojnë problemin që ndodh nga ndonjëherë, ose qëndrojnë në një vend, pestek tjetri i thotë, "Ore nuk ecën fare përpara." Por ai është mësuar aty, në atë punë, dhe
nuk është se kënaqesh me pak, kur nuk, asnjëri nuk e ka këtë, por kërkon sigurinë. Të parët thoshin, pak e sakt, jo shumë e përlum. Ai që mendon që do të kapit shumëtat, humbet ato të pakta që pati. Apo vetëm në një firmë që dëgjoni për shembull që thonë që një ofertë shumë e rëndësishme, do shkoj, sepse atë do marr 10 lekë atje. Do marr 10 lekë. Në kohë që ti i merr aty 5 lekë. Ajo do marr me i marr, besoj që ka diferencë. Ja pra sa si kuptohet. Kur veta atje smeras, jo ti marrësh 10 lekë, po humbet dhe punën që kishe. Prandaj për këtë miqtë të dashur, të kësaj shenje, duke se kjo javë është një javë mësimi, zgjimi nga gjërat më të mëdha që mund ndodhin. Por gjithsesi, periudha dhe jeta na ka mësuar beso, kontrollo, lexo, kupto, vendos. Është jeta. Momentet më të mira, nëse do ta marrim si moment për shembull, ose nuk është punës ne e kemi neglizhe. E neglizhojmë gjëra që bëhen. Po të shikoni që çfarë ndodh jashtë derëson jashtëmorëve të shtëpisë dhe rrëmuj nga të gjitha anët, vjen darkat kur mbyllesh brenda mendon. Dhe sa përqind është realizueshme kjo që unë po bëj, dhe sa realizohet në realitet. Ka një pikpyetje. Po ama nisë diçka. Po një ujë që nuk ecë, nuk pihet. Ta dini, ose duhet kaloj tregur. Kjo është një mundësi, është një tregues që nuk na pëlqen diçka, e mbyllim, nuk e lëmë hapur. Vini re sa firma, sa punë, nuk i mbyllin, i lënë hapur. Edhe ka fajin pastaj, thonë, sepse unë po paguaj, rritet vlera, ku di unë, duhet kujdes dhe vëmendje. Nëse juve keni disa gjëra që kërkohet vëmendje dhe ndryshim, bëjeni, por jo të cënoni vetveten tuaj. Çështja shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me virgjërisht 80 ishit parë, me shiketar 80 ishit tretë, me binjak është perfektja dhe një mundësi shumë e mirë mbi ndryshimet që do vinë për juve, sepse është një mundësi shumë e mirë në ekonomi dhe në vazhdimsi. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme, kësaj jave në të dobishme nga data 15 deri më datën 21 qershor të 2026. Por pas të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, jeni në kërkim të parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kadrës të blerjes, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit për gjërat në detaje dhe për gjithçka juve ju intereson. Nga unë Rupudha, më të mirë një uroj. Gjithë mirat.